Mi mbrëma shikues të RTS për 6. herë dështon zgjedhja e Albolena Haxhiut si krye parlamentare dhe do të tentohet të dielën e ardhshme për të 7. herë që të zgjidhet kryetarja e kuvendit, në këtë rast pra e nominuara nga lëvizja vetëvendosje Albolena Haxhiu. Mirë, po pse ky ngësh politik? A duhet një kompromis mes partive opozitare po ashtu dhe partisë fituese, të cilës i takon njëkohësisht edhe zgjedhja e kryetarit? A duhet të ketë edhe kjo gjë të dërgohet në gjykatën kushtetuese, apo është e mjaftueshme që të bëhet një presion i brendshëm, apo duhet të ndërhyjë në këtë rast edhe presidenti i Kosovës Vjosa Osmani? Për këto temë do të flasim me Ali Sefaj. Nderuar mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë se u gjej. Atëherë Ali, pra për të 6. herë ka dështuar zgjedhja e këtë rast Albolena Haxhiut si krye parlamentare propozuar nga lëvizja vetëvendosje. A është marrë që kjo sfore? Jo, marrë, po sa më shumë përsëritet edhe mësimi bëhet më i vlefshëm, krijohet më shumë njohuri mbi temën. Thjesht këta i kanë shndruar institucionet në cirk, për arsye se qëndëtarët e kanë ditur që nuk i kanë numrat për të konstituuar vendin e Kosovës. Dhe veçmas kandidatja e përzgjedhur që tjetë kandidate për kryetaret kuvendit të Kosovës nuk është figurë përbashkuese, apo mund të them që është njëra prej deputetëve dhe prej figura politike të lëvizjes vetëvendosje më arrogante dhe më grindavece, pa dash mu lëshu në anën profesionale. Mendoj që është e drejtë secilit deputet dhe secilit subjekt politik, opozitar, që këtë pretendime që kryetari i kuvendit tjetë njeri me të cilin ata mund të bashkëbisedojnë, mund të koordinohen, mund të gjejnë gjuhë përbashkët gjatë kësaj legjislature. Qëndrimi i lëvizjes vetëvendosje dhe propozimi i Albolena Haxhiut duket që ka veç një qëllim, të mos konstituohet kuvendi i Republikës së Kosovës. Qëllim nga Albin Kurti, partia fituese? Ne kemi pas deklarime të AK-s që ne votojmë kandidatura të tjera dhe po ashtu arhiva është sikur historia, është nëna e mësimeve apo e të rikthimit të kujtesës, e që lëvizja vetëvendosje në vitin 2014 dhe në vitin 2017 kishte kërkuar nga atë botë Partia Demokratike e Kosovës që të ketë një kandidat tjetër, sepse nuk do ta votonin kandidatin e PDK-s për kryeministër, për kryetar kuvendi, për arsye se nuk i plotësonte kërkesat që ata kishin, dhe thonin se partia fituese ka kandidat që mund t'i bëj votat, apo edhe ne mund t'a votojmë si kandidat që të konstituohet kuvendi. Dhe në këtë konstelacion, përveç se një marrëveshje politike, ndryshe lëvizja vetëvendosje e ka të pamundur të kaloj Albolena Haxhiun, apo dëshirojnë që pafundësisht ajo tjetë pjesë e gares, e që ndoshta edhe mund të hyjë në librin e Guinnessit si Glauku nuk sa është një figurë unifikuese që pëlqet edhe nga të tjerë, por Glauku sa të tha që mbetet përsëri Albolena kandidatja edhe në 48 orëshin e ardhshëm. Pse po ngul kom në këtë rast vetëvendosja, apo pas parasysh? Lëvizja vetëvendosje po ngul kom se nuk i ka numrat. Sikur ti kishte 61 numra për të bërë qeverinë, ata numra do të reflektoheshin edhe tek kryetari i kuvendit. Deputetët e kuvendit Kosovës duhet të jenë kuvend dhe duhet të votojnë. Mirë, po ata votojnë sipas bindjes së tyre të lirë dhe asgjë nuk i obligon, qoftë ata individualisht apo si grupime parlamentare dhe subjektet politike, ta votojnë kandidatin e propozuar të shumicës për kryetar të kuvendi. Ata që kanë këso iluzioneve, thjesht nuk e njohin Kushtetutën e Republikës Kosovës, nuk e njohin rregulloret e kuvendit, nuk e njohin funksionimin e institucioneve demokratike dhe veçmas pretendojnë që ti mbivendosin frymën e tyre edhe Kushtetutës, edhe legjislacionit fuqi, duke kthyer kuvendin e Kosovës në një kuvend ku deputeti është thjesht numër dhe vendimet merren mbi pretendimet e shumicës që e kthen në institucion arbitrar ku vendimet e qeverisë, apo kërkesat e qeverisë, apo të partisë fituese ju mbivendosen deputetëve dhe ata duhet të jetë thjesht makineri votuese.
emrat e lakuar nga sistemi tonë parlamentar. Emrat e lakuar nga partitë opozitare, a janë besueshëm këtë rast Alianca apo disa deputetë që thatën që votojmë dhe Shqipe Selimin apo Sarandën apo të tjera. S'po beson dhe vendosja këtyre propozimeve apo po do me ngul kam me qëndruar në parimet e saj? Ajo që është e sigurt është që lëvizja vetëvendosje nuk i ka numrat për ta zgjedhur kryetarin e kuvendit, edhe me këtë kandidaturë tani më shihet që nuk ka mundësi, për arsye se nuk flasim për një vot, duhen 4 sosh, e që për ta ditë se qëndrimet e opozicës a janë të sinqerta në raport si kur të kishim ndonjë kandidaturë tjetër, do të mund të përvohej në rast se ka sens të përvohet edhe për 7 herë me Albulena Haxhiun. Lëvizja vetëvendosje dhe gjithsesi Albin Kurti duket sikur kërkon të blej kohë për arsye se nuk i ka numrat as për qeverinë, e që t'ju bëj presion partive opozitare në rast se ju nuk votoni, qoftë edhe deputetëve individualisht caktuar, në rast se ju nuk votoni për konstituimin e kuvendit, ne shkojmë në zgjedhje të jashtëzakonshme, e që ju mund t'i humbni edhe mandatet apo partive të vogla që ju mund t'a rrezikoni edhe pragun zgjedhor. Pra, Kurti po e friksohet sepse mund t'a zgjedhë kryetarin e kuvendit në Selçope, por do të ketë problem pastaj me qeveri. Po ja mundësinë opozitës për ta formuar qeverinë. Po, lëvizja vetëvendosje dihet më botërisht që nuk i ka numrat. Unë besoj që gjatë procesit do të ketë pakënaqësi edhe me minoritetet që kanë votuar për kryetarët e kuvendit. Dhe besoj që ata janë të vetëdijshëm që nuk i kanë këta numra, e në mungesë të një koalicioni me ndonjërin prej partive të mëdha, numrat nuk mund të bëhen. Zaten edhe kjo qeveri do të jetë qeveri një vjeçare, për arsye se nuk mund të bëhen numrat për presidentin e Kosovës. E që lëvizja vetëvendosje është duke bler kohë që ndoshta ka pretendime që të shkohet në zgjedhje parlamentare me lokale bashk, e që i bjen në shtatorin e këtij viti, ndoshta dikuj mund t'i duket që është shumë larg që Kosova të mos ketë qeveri apo të ketë qeverinë e detyrë. Për mu, politikisht, ndoshta do të dukej e papranueshme, mirë po në aspektin funksional, qeveria Kurti për 4 vjet ka kallëzuar që si patem qeveri, si nuk patem qeveri, nuk vrehet diçka më shumë përveç kur kanë qenë tek vendosja e rritja e çmimeve apo inflacionit të madh që e ka godit këtë vend. Thjesht, si ta kem një qeveri Kurti në detyrë, ose si ta kem një qeveri Kurti që do të marrë mandatin e tretë, qytetarët e Republikës së Kosovës nuk do të gëzojnë asnjë gjë më të mirë, për arsye se edhe gjatë kësaj kohe, veçmas tek shtrejtimi i energjisë elektrike dhe çmimet tjera, nuk është dëgjuar zëri tyre që të jenë në krah të qytetarëve, por thjesht kanë gjetë rrugë për ta avoku dhe arsyetu ngritjen e çmimit dhe inflacionit. Koalicioni me nisëm në këtë rast me Fatmir Liman është duke përfolur shumë madje dhe disa deputet të partisë në pushtet apo të koalicioneve, po e përmendin kalimin që ka një lloj negociate, një lloj marrëveshje, por si duket Fatmir Limaj është duke kërkuar shumë apo ka ngritë çmimin e pazarit. Po ne kemi pa që lëvizja vetëvendosje i ka marrë 57 numra për kuvend. Në këtë numër llogaritet edhe vota e Veton Berishës, që vjen nga komuniteti egjiptian. Dhe atë vot nuk e kanë për qeverinë. Dhe nëse i shton votat e Fatmir Limës, mbetin pastaj 59 sosh. Duhen edhe 2 vota të tjera. Përveç në rast se bën koalicion me ndonjërin nga partitë e mëdha apo bën koalicion me listën serbe. Përndryshe e kanë të pamundur të krijojnë një qeveri. Dhe në rast se i sigurojnë edhe 2 votat prap të Vetonit dhe të Duda Baljes, është qeveri me 61 numra dhe është qeveri jo stabile. Kjo ka ndodhur për fajin e lëvizjes vetëvendosje, veçmas për deklaratat e pamatura, arrogante dhe tendencioze gjatë fushatës zgjedhore dhe veçmas gjatë. Po mendoj që ka dhe arsye të tjera, mirë po ajo që komunikimi me hajvanatin, besoj që ka qenë njënja pej pengesave të pakalueshme për arsye se është përdorur një kontekst kohor të parësyeshëm dhe të panevojshëm që nuk i hynte në punë. Thjesht shpërfaqte arrogancën pas një rezultati bindës zgjedhor, mirë po që
domosdoshmërisht i duhej edhe koalicioni me ndonjëra nga partitë shqiptare për krijuar institucionet. Këtë vakum apo e shfrytëzojnë komunitetet për të kërkuar në ministri poste, sepse zakonisht në disa raste kanë qenë shumë të hapur për të bërë pjesë e një koalicioni, ndërsa në këtë rast duket po kërkojnë diçka më shumë. Po për mua do të ishte e parasyshme në rast se ata do të japnin mbështetje një qeverie e cila për 4 vjet nuk ka bën asgjë që ta avancoj mirëqenien e komuniteteve që ata përfaqësojnë. Pse nuk duhet një deputet i një partie politike të komuniteteve ta privoj vetën nga mundësia për të bërë Po më ministër. thonë që kanë bërë edhe qeveri tjera, që kanë qenë bashkë me to. Ne e kemi pa një standardin e njëjtë të shqiptarëve në Maqedoni, kur partitë maqedonase apo në Maltëzi kanë pasur këso dilema apo ngarqe o kësi mund pengesa për të kriju institucione, kemi pasur edhe në Shqipëri kur LSI-a i Lirmetës merrte pushtet të jashtëzakonshëm duke e shfrytzuar këtë balancë të forcave e që është e pamundshme të krijohet qeveria pa votat e këtyre komuniteteve. Unë besoj që është plotësisht e drejtë, sepse besoj që edhe Duda Balje, edhe vetoni dhe cili do deputet tjetër apo përfaqësues tjetër i partive politike nga komunitetet mund të jetë deputet më i dobishëm se çka qenë Faton Peci, s'ka qenë Donika, se çka qenë Rozeta Hajdari, Kanë qenë ministra. Ngjajshëm, siç po them, si ministra, mund të jetë shumë më të dobishëm, edhe janë më të përgatitur dhe janë më reprezentativ qoftë edhe për Kosovën dhe për interesin e saj, sepse në sytë e botës do dukeshim sikur një shtet dhe si institucione që i vlerësojmë komunitetet dhe veç mas flasim për komunitetet që janë super lojale ndaj Republikës së Kosovës dhe që kanë qenë akoma me lojal, akoma me besnik dhe akoma më kontributor se sa shumë deputet dhe ministra që i kemi pasur në Po si të legjislaturën japin e pozita kaluar. në ministri komuniteteve ku i marrin 700 vota, 1000 vota, pra për Parasysh se sistemi jon politik kushtetues dhe zgjedhor i mundson atyre me aq vota të bëhen deputet dhe pastaj mbi atë përfaqësim të pretendojnë të marrin pushtet, të marrin është pushtet mëkat ekzekutiv. të pasur një deputet i ka 20.000 vota dhe Pse është mëkat? Pse është mëkat? sepse një deputet shqiptar i ka 30.000 vota, mbetet deputet, ndërkaq një Kosova komunitetit me 400 vota pretendon me qenë ministër. Kosova është shtet qytetar. Në Kushtetutën e Republikës së Kosovës, Kosova është shtet qytetar. Nuk është shtet i vetëm një etnie, i vetëm një kombi apo një etnie të caktuar. Thjesht në këtë matematik, cili do që mund t'ja bëj një të mirë më shumë komunitetit e tij, apo ta nderoj komunitetin e tij duke marrë një pozitë ekzekutive, do ta quaja të marrë në rast se nuk do ta bënte një gjë të tillë dhe për mua është e papranueshme në rast se deputetët nga komunitetet thonë që ne nuk bëjmë koalicion me partitë opozitës apo nuk bëjmë koalicion me partitë e pushtetit. Po, do të thonë ne kërkojmë më shumë të drejta, më shumë buxhet, më shumë projekte, më shumë avancim për komunitetin tonë, po edhe më shumë përfaqësim në ekzekutiv, e që do të ishte marrëzi, do të ishte në rast se ata thonë ne bëhem vetëm me Albinin ose ne nuk bëhem me Albinin ose ne bëhem me opozitën dhe nuk bëhem me dikë tjetër përveç opozitës. Ata do duhet të ishin të hapur me këdo që është javë ta bëj këtë shumicë, mirë po duke i pasur kërkesa të njëjta në raport qoftë me pushtetin, qoftë me opozitën, duke përfitu të drejta dhe beneficione për komunitetin e tyre dhe veçmas duke fituar pushtet ekzekutiv. Pse mos të fitojnë masi, si thot populli, ka ardhur vera ka dera. Tash, kush e ka fajin për që të ngësh politik? Pra, opozita po e akuzon pozitën, në këtë rast kryeministin Kurti. Ata po e akuzojnë opozitën se duhet me qenë, domethënë, me kompromis mund të jenë më të hapur dhe duhet 1 apo 2 votë. Është diçka qëllimshme nga kryeministi Kurti, pra kryeministi i largim me qenë se ka zëra që është e qëllimshme për të bërë pasi që nuk dëshiron të nënshkruaj asociacionin apo siç e quajnë ai zajednicën që në këtë mandat do duhet ta bënte, apo është qëllimi dikun tjetër, me qenë se në shkruja zgjedhje nuk është konvenon edhe partive të vogla, por as partisë në përshtat këtë rast vetëvendosjes. Vetëvendosja nuk i ka numrat.
Për t'i bën numrat duhet një marrëveshje politike. Duhet ta vetëvendosja apo partitë opozitare me vetëvendosjen? Duhet vetëvendosja si parti fituese. Po i dërgoj letër LDK se cila refuzoi. Vetëvendosja si parti fituese duhet ta shfrytëzoj përparësinë që ja garanton Kushtetuta e Republikës së Kosovës dhe gjykimi i gjykatës kushtetuese që ja mundson të drejtën e propozimit. Ata e kanë të drejtën e propozimit për kryetar të kuvendit. Dhe unë e kam thënë diku, ndoshta ai ka gati 2 muaj, që kam thënë që në këtë pozicion sikur të garante Agim Batiri, ndoshta do t'i bënte votat, si thaj deputeti LDK-s. Dhe në rast se këta duan t'i bëjnë votat për kryetarin e kuvendit, se këtyre ju takon e drejta e propozimit. Ta duhet propozojnë kandidat që i bën 61 vota. Ta e kanë gjetë kandidaten më të papranueshme pas Donika Gërvallës që nuk mund t'i bëjnë 61 vota. Duhet ta gjejnë kandidatin, është e drejta e propozimit të tyre, mirë po njëkohësisht është obligimi tyre që ta sigurojnë këtë shumicë. Dhe në rast se ti me fton mu të vinë këtë emision, dhe në këtë emision me përbuz dhe më shanë, atëherë unë jemi marë në rast se unë e pranoj ofertën tuaj dhe kuvendi i Republikës së Kosovës. Gjithsesisht, kryetari i kuvendit duhet tjetë person përbashkues, duhet tjetë person me cilin deputetet mund të diskutojnë me të, mund të harmonizojnë qëndrime dhe agenda, e jo që tjetë dikush që do ta luaj militantin dhe arrogantin e partisë. Dhe me të drejt, deputetet nuk e kanë votuar Albulena Haxhiun. Dhe në rast, jo vetëm tani, kurdo që cili do subjekt politik, ti duhen votat e opozitës për të konstituar kuvendin gjithsesi për zgjedhje kryetarin e kuvendit, duhet të propozohet një kandidaturë e pranueshme, e që unë besoj që në radhën e atyre deputetëve ka plot deputet, të cilët opozita shumë me lehtë do t'i votonte duke konsumuar edhe këtë hap të konstituimit kuvendit për t'ja hapur rrugën themelimit të qeverisë së Kosovës. Opozita do t'a votonte një figurë unifikuese, një marrëveshje jo në letër për ta bërë këtë në kuvendit, por pastaj për qeveri a mund ta trajtojë opozita në këtë rast? Po, sepse nëse dështon Kurti, shkon pjesa e opozitës. Albin Kurti dhe lëvizja vetëvendosëse kanë obligim ligjor që kuvendit të Kosovës t'ja dhonë një kandidaturë e cila mund t'i siguroj 61 vota që më pastaj të hapet rruga për dorëzimin e emrit të mandatarit tek presidenti i Republikës së Kosovës dhe për të ardhur pastaj para kuvendit për të marrë besimin e deputetëve të kësaj legjislature. E me qenë se nuk i ka këta numra lëvizja vetëvendosje, e kanë nxjerrë emrin e Albulenës për kryetar kuvendi, duke qenë të vetëdijshëm që në asnjë rrethon nuk mund të bëhen numrat, po flasim mbi ato që kemi parë Gjerdani. Mirë po do të ishte emri i Glauk Konjufc dhe ka emra të tjerë që janë në atë listë që do të mund të siguronin lehtësisht 61 vota. Pra, vetëvendosja ka problemin e numrave për kryetar kuvendit dhe për qeverisën në rast se do t'i kishte numrat për kuvend, ata numrat do të përktheheshin njëjtë në qeveri. Do të përktheheshin njëjtë në qeveri. Si po shihni heshtjen e Kurtit para mediave, para gazetarëve? Po do të se po flasim për fasuesit e tij, deputetët e partisë së tij, por një kryeminist. Për mua është e habitshme si ai vazhdon akoma të shkojë përtej kësaj, për mua është e parëndësishme atë deklaruat ai për media. Ai nuk duhet të shkojë në qeverinë e Kosovës, ai nuk duhet të vazhdojë tulet në karrigën e kryeministrit, për arsye se ai është në konflikt të hapur interesi dhe vendimarrja e tyre pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve dhe pas betimit të tyre si deputet të kuvendit të Republikës së Kosovës, paraqet te kalimi i autorizimit që mund të jetë edhe vepër penale, që mund të jetë edhe me sanksione penale, për arsye se ligji për qeverinë në mënyrë shprehimore neni e përcakton neni 26 që ai nuk mund të ushtrojë njëkohësisht funksionin e deputetit dhe funksionin e kryeministrit. Tani me secila vendimarrje e tij është e kundërligjshme dhe ato kompetenca dhe autorizime duhet i ushtrojë zavendës kryeministri i parë Besnik Bislimi dhe për deputetët
e zgjedhur, që kanë qenë ministra, zavendësministra. Atëherë do të thotë, nëse kryeministri s'ka drejt në shku aty, as ministrat nuk kanë drejt. Nuk kanë të drejt, atëherë duhet shkojnë. Si të ekzistojë të jetojë qeveria. Zavendëskryeministri i parë. Zavendëskryeministri i parë nuk është deputet. Dhe zavendësministrat, po qeveria e Kosovës ka dhe sekretar, ka dhe departamente që ata mund t'i kryjnë lehtësisht ato detyra dhe dikush thotë cilat janë funksionet e qeverisë në detyrë. Kjo qeveri vetëm detyrë s'ka qenë. Ka qenë duke marrë paga dhe duke kryer detyra politike, mirë po nuk ka qenë në shërbim të interesit publik. Sipas jush, Kurti nuk do duhet të shkonte në zyrën e tij sepse s'është kryeministër. Është kryeministër në largim. Jo, nga momenti që është betu si deputet, që ka dy interpretime. Ka ligje është mënyrë shprehimore, është i qartë që mandati i deputetit fillon me certifikimin, ndërsa nga një opinion i gjykatës kushtetuese thot me betimin e deputetit. Albin Kurti, secilën vendimarrje që ka bën, duke emëruar borde, duke ndarë mjete për kompani publike, duke emëruar kryeshef ekzekutiv apo drejtor ekzekutiv në doganat e Kosovës, ka bën shkelje flagrante të ligjit për qeverinë dhe një vendimarrje e tillë është i kalim i autorizimeve që mund të ketë edhe pasoja të ndjekjes penale. Cili është roli i presidentës këtë rast? Çka mund me bë në këtë rast Vjosa? Po, roli i Vjosa Osmanit do duhet të ishte rol përbashkues, do të mund t'i ftonte palët në konsultim, do të mund t'i afronte që të gjenin konsensus, por nuk di a ka mundësi ta luaj këtë rol përtej angazhimit që ka funksional, për arsye se Vjosa Osmani nuk ka mri të ruaj raportet mira me subjektet politike, kohët e fundit ka pas acarim edhe me lëvizjen vetëvendosje, dhe besoj që nuk mund ta luaj rolin unifikues dhe as përbashkues për t'i bërë deputetët dhe partitë politike që të rezonojnë karshi një propozimi apo një kandidaturet përbashkë, apo qoftë edhe duke i bindur deputetet e opozitës që ta votojnë Albolena Haxhiun. Zyra e Presidentës së Republikës së Kosovës ka bërë të ditë sot që ka thonë kështu: Presidenti Osmani u ka ofruar partive mundësinë për takime, duke shprehur gatishmërinë e plotë që kurdo që ata e shohin të nevojshme, ajo mund t'i presë për konsultime. Deri tani asnjë nga partitë nuk ka kërkuar involvimin e presidentës. Ka thënë Bekim Kupina, këshilltari i presidentës. Pra këta po thonë që partitë nuk kanë. Deklarimi i presidentës, kështu i bën Selam Gjakobs. I bën me një fjalë Selam Gjakobs. Për çka do të më shku partitë politike të ta? Mi kërku ndihmë presidentës. Po unë e thash në fillim që presidentja e Republikës së Kosovës fatkeqësisht nuk paraqet unitetin dhe përfaqësimin popullor. Nuk paraqet figurë unifikuese. Nuk e ka mirëkuptimin as besueshmërinë as njërin proces të shumicës së partive politike. E tani si duket nuk e ka as televizjes vetëvendosje. Është për të përshëndet gatishmëria e saj, për të involvuar në proces, mirë po nuk e shoh si kontributore, e që tani më mbeten vetëm dy rrugë, që lëvizja vetëvendosje të heq dorë nga propozimi për kryetaret kuvendit, ose që rastin ta dërgoj në gjykatën kushtetuese, apo të luajnë, si thot populli, ping-pong, në pafundësi duke bërë edhe për herën e 10 kandidate për kryetaret kuvendit, që ndoshta do fiton. Në rast të gjykata kushtetuese do duhet të dërgohej sepse ka një interpretim të mëhershëm? Po nuk ka interpretim të mëhershëm lidhur me afatin deri kur duhet të. Pra s'ka limit, që mund shkojë kështu me javë me muaj. Po, njëkohësisht kuvendi nuk mund të shpërndahet pa gatishmërinë dhe pa vullnetin e 2/3 të deputetëve, e që 2/3 të deputetëve nuk mund t'i bëj lëvizja vetëvendosje qoftë as me minoritetet, dhe që në rast se partitë shqiptare nuk kanë gatishmëri për të shkuar në zgjedhje vendi nuk mund ta dërgoj lëvizja vetëvendosje, do të ishte udhës që të gjindej një amër konsensual, që do të mund t'i merrte votat edhe të opozitës, dhe që pastaj lëvizja vetëvendosje ta shfrytëzoj mundësinë e saj qoftë në bashkëmenismen,
me parti tjera minoritare nëse mund të krijoj konsenzus, në rast se nuk mund ta krijoj këtë konsenzus, ta merr në qeverisje listën serbe, apo ndonjëherën nga partitë politike shqiptare, ose t'ju lëshojudh opozitës që ta konsumojnë mundësinë për të kriju qeveri. E unë besoj që mundësit janë reale që opozita t'i kishte numrat për të krijuar qeveri, për cila do palë që ta krijojnë këtë qeveri. Nuk mund të flasim për qeveri e cila zgjat më shumë se sa një vit, përveç në rast se kemi koalicionin e të papranueshmeve të lëvizjes vendosje dhe të PDK-s. Në këtë situata, në të kaluamën jemi mësuar me pa presionin ndërkombëtar të ambasadorëve të huaj, konkretisht të ambasadës amerikane. Në këtë rast, ka disa muaj që në Kosovë nuk kemi ambasador të akredituar ende, kemi një zëvendës të kësaj ambasade dhe shohim që ambasadat e huaja janë duke heshtur momentalisht. Kemi një reagim shumë të thjeshtë nga Bashkimi Evropian, por s'ka presion, apo presin këtë rast partitë politike, pashtu edhe kryeministri Kurti, kryeministri në largim, që të ketë një presion nga faktorët ndërkombëtar, siç jemi mësuar pa pothuajse në çdo parë zgjedhje që të bëhen bashkë. Tash presioni mund të mos duket edhe publik. Unë besoj që në krejt këtë lojë është edhe një dorë e faktorit ndërkombëtar, për arsye se sikur të mos ishte, gjërat do të ishin më të lehta dhe unë besoj që do të kishim lëvizje nga pozicioni i cili tani më janë. Si po mendoni një dorë e faktorit ndërkombëtar? Po besoj që sikur të mos kishte sinjal nga faktori ndërkombëtar, po e them Lidha Demokratike e Kosovës nuk do të kishte këtë qëndrim të ngurtë, jo fleksibil, qoftë në raport me lëvizjen vetëvendosje apo për me qeverinë e opozitës, dhe nuk do të mbante kësi pozicioni asnjëns duke refuzuar pjesëmarrjen në qeveri. Në këtë rast pra, po thoni që ka një lloj dore të faktorit ndërkombëtar, unë besoj që ka një dorë të faktorit ndërkombëtar, për arsye se ata e kanë parë lëvizja vetëvendosje nuk është qeveri që është ekip e pa parashikueshme dhe që mund t'i nxjerrë bllaf tek vendet cilat ata i kanë delegu, për arsye se ata thonë diçka tjetër në takim dhe diçka tjetër veprojnë. Jo mbi qëndrimin e tyre parimor që ka pas kjo qeveri, mirë po mbi mundësinë e pa parashikueshmërisë, duke i ndryshuar fjalët në çdo takim apo siç na i kanë ndryshuar neve gjatë premtimeve në fushatë zgjedhore dhe pastaj realizimit apo pamundësisë dhe paaftësisë për të realizuar qoftë një projekt vetëm. Ku është interesi me shku vendin e zgjedhjeve, meqenëse se edhe nga partia Lëvizja Vetëvendosje, po ashtu tash partitë opozitare ka lënë po përmendin opsionin që mund të shkojmë në zgjedhje. Ku është interesi meqenëse se pra në këto zgjedhje të 9 shkurtit Vetëvendosja ka humbur afër 10%, nëse gabohem, dhe po ashtu kemi nismën e cila po lun me një pazar të fortë që nuk është e ka sigurt që do të kaloj pragun, nëse do të garojë vetme. Kemi po ashtu edhe pothuajse asnjë parti nuk është i konvenon shkuar në zgjedhje, mandej kemi Ludikën që ka probleme të brendshme përsëri. Po shkuara në zgjedhje më shumë të i konvenon lëvizjes vetëvendosje. I konvenon për shkak të pushtetit lokal, se në rast, ajo që unë shoh është pretendimi i tyre që të shkojnë zgjedhje bashkë zgjedhjet parlamentare me lokale, apo t'ju bëjnë presion në emër të zgjedhjeve të parakohshme partive opozitare që të bëhen pjesë e qeverisë së saj, duke pretenduar se mund t'i rrezikojnë të mos ta kalojnë pragun, që do t'ju duajë me patjetër të bëjnë pjesë e qeverisë së tyre, sepse pafundësisht ne nuk mund të shkojmë zgjedhje, veçmas nga rreziku që mund ta kenë partitë opozitare në rast se zgjedhjet parlamentare dhe lokale mbahen në një ditë, për arsye se kjo do ta të kurte lëvizjen vetëvendosje në nivel qendror, ndoshta do ta kthente në rreth 40 deputet, mirë po do ta përkthente në vot në qeverisjen komunale, ku do t'i fitonte spaku 4 ose 5 komuna të reja dhe të timbante komunat ekzistuese, dhe në rast se nuk shkon në zgjedhje bashk zgjedhjet parlamentare me lokale, e ka vështirësi t'i mbaj
edhe komunat që tani me i ka duke i udhëhequr me kryetarët e saj. Thjesht lëvizja vetëvendosje ka një rrezik që ta zvogëloj trupin e kësaj elektorale në nivel qendror, mirë po ta arrit dhe ta konsolidoj në pushtet lokal, e që mund duket për ta është interes më i madh se sa të jem pjesë e një qeverie jetë shkurtër që mund të jetë më pak se një vit, në rast se e krahasojnë me suksesin apo me pretendimet që të korrin sukses në zgjedhjet komunale, për arsye se në disa komunat do të ishin pretendent serioz, duke i rrezikuar dy parti të mëdha për t'u marrë komuna vendimtare dhe shumë të rëndësishme. Pra kalkulimi i lëvizjes vetëvendosje është më i gjatë për të ardhmen që të marrë ndonjë komunë, pasi që në zgjedhjet lokale nuk është treguar suksesshme asnjëherë pothuajse. Po është zër për të llogarit çka kalkulojnë, për arsye se këta kanë kallëzuar gjatë qeverisës që janë të paftë për të kalkuluar. Përveç të mbushin gjepat dhe të bëjnë të ndjera një burimor. Mirë po ajo çka unë perceptoj, apo edhe një pjesë e opinionit publik, është pretendimi i tyre që të krijojnë mbështetje në qeverisjen lokale, për arsye se ajo kthehet në mbështetje të vazhdueshme në trup elektorale stabile, e cila mund të siguroj vazhdimsi politike edhe në rast se do të mbetet në opozitë në nivelin qendror. Trali, faleminderit që ishe pjesë e këtij emisioni, shpresojmë që të dielën do të kemi lëvizje pozitive, ndonëse nuk shihet që nuk do të kemi as të dielën lëvizje pozitive, por qytetarët e Republikës së Kosovës duhet ta dinë që fajtore për ngarqjen politik të krijuar për shkeljet procedurale dhe për shkeljet tani me gjatë qeverisjes në detyrë që këta janë duke i bërë, janë shkelje penale, e që për këto në rast se vendi shkon zgjedhje, ata duhet kërkojnë përgjegjësi nga këta që abuzojnë me vullnetin politik, thjesht për ego dhe për dëshira personale. Faleminderit shumë, suksese, do të takohemi në debatin tjetër të radhës, nderuar shikues, mirëmbëngjes.